fasonën, e kam këtu poshtë. Lëviz shumë, kështu që më mirë e mba afër vetes dhe kam të sigurt. Po filloj me haulin. Gjira e parë, jam për mua të gjitha këto këtu duket. Kam bler një fund që ta kanë dalë goxha në modë, kanë që vjetë. Nga cilësia, nuk është është në gjë kushet e çfarë, por për çmimin është në rregull. Është kështu. Unë nuk i kam provuar, e kam marrë ngjyrë kafe sepse kjo ngjyra tani po është shumë në modë. Kështu që thash ta merrja kafe. Do ta provoj dhe ta shikojmë se si është. Por them t'ua mbaroj të gjithë haulin dhe pastaj ti provojmë dhe të shikojmë. Tjetër gjë, kam marrë këto shapkat, të cilat mua nuk më pëlqejnë. Me thënë, vjen njerë shumë e keqe, por s'ka problema jo. Ja si janë. Kështu në video, në kamera duken shumë të bukura. Por po të vini re, ka këtë pjesën këtu, unë edhe i kam provuar, edhe personalisht nuk më pëlqyen fare, janë edhe shumë të forta, por edhe kanë dhe problemin që të dhëmbin gishtat, ato majat e gishtave të dhëmbin shumë kur fillon edhe ecën pak, sepse unë i provova pak ditën që erdhën, edhe nuk më pëlqen fare. Kanë një cilësi shumë të dobët, gjithsesi për aq lekë sa i marrim nuk është se kushtojnë. Nuk besoj se do t'i vesh jashtë shtëpisë, nuk e di, sepse janë të parehatshme, ndoshta me çorape, po vishen këto me çorape? Nuk e kam ide. Janë shumë të forta dhe të dhëmbin këmbët janë shumë parehatshme. Edhe mua në këmbë nuk më pëlqejnë, më duket, nuk e di, nuk më tërheqin shumë. Por gjithsesi, për aq lekë sa i mora, mirë vëra sepse hoqa merakun që e shikoja shpesh nëpër internet apo dhe kur dilja që kishte goca që i blinin, edhe thash të shikoja, por si që ishma nuk më pëlqejnë fare. Ndoshta origjinales po, për aq sa do i vesh unë jam më shumë person atletesh dhe më pëlqen më shumë të investoj në atlete se sa në këto gjëra që e di që nuk do t'i vesh dhe do rrin aty. Kam marrë dhe një çantë e cila i vjen një herë aq e keqe, nuk e keni iden, do ta nxjerr direkt jashtë që të marr ajër sepse është shumë aromë e keqe. Është kafe, është e tillë. Nuk e di po më pëlqen shumë, por në rregull për tani, për momentin, sepse po kam plane të tjera për çantën, mendoj që të blej një çantë të mirë dhe ta kem për dita, për gjithmonë, edhe mos të merrem me këto që prishen shpejt ose kështu. Po për momentin, derisa të marr atë që kam unë në mendje, do të mbaj këtë. Megjithëse ishte ngjyrë kafe, thash për ndonjë kombinim, për ndonjë gjë, nejse, nuk e di dhe do ta përdor apo jo, por po se përdora do t'i jap mamit. E vjen shumë e keqe, nuk e keni iden. Këtu kam dhe dy të fundit. Është kjo për kjo është si prerse, më shumë është për brumin. Është inox. Edhe thash ta merja sepse nuk kisha një të tillë. Edhe jam në atë fazën që kur të sistemoj gjithë kuzhinën do hedh shumicën e gjërave plastike poshtë.
Po mendoj edhe kështu që sepse kam edhe inox, kam goxha, edhe mendoj që ato gjëra që s'kam t'i zvendësoj në inox, sepse është më i shëndetshëm më i mirë. Si cilësi pastaj mirë, nuk është e keqe. Tani nuk mund të presim nga temu ndonjë cilësi wow, por për aq se do ta përdor unë, në rregull është. E fundi, në fakt unë fëmijëve kam shumë lodra, po kur bëj porosit unë mendoj një gjë të vogël, edhe te kjo porosia ja sonas kisha marrë një top kështu që luan pak e pastaj e lë, sepse është shumë i fiksuar mbas topave, por nga që kemi patur dhe ajlën, ku ka qenë aty diku te 2 vjeçë të fiksuar mbas topave, kam shumë në shtëpi, edhe nuk është po blej shumë. Kështu që ajlës, sidomos ajlës, sepse asona është akoma i vogël, përpiqem t'i blej lodra që janë edukative, që vendos mendje në vend, që luan edhe beson dhe diçka, jo lodra koti, jo se si kemi ble dhe ato, e kemi ble, por për momentin këto lloj lodrash po i blejmë. Kështu që i kam marrë këto vendosen në këmbë, vendoset këmba këtu dhe përpiqesh të ecësh me këto. E mu duken shumë lodër e bukur, por nuk ja kam dhënë akoma këtë, sepse me këtë bashk e kisha blerë edhe diçka tjetër që nuk e mbaj mend. I kisha blerë, ma kërkoi vetë, kishte parë te kushëriri i saj, një si punë goje me dhëmbët që kishte furçën edhe të gjitha. I dhash atë dhe nga që këto kohë ka marrë shumë lodra gjëra, po mendoj që mos t'i marrë më deri në vit të ri, mos t'i jap më, që sepse kam mendje vetëm çfarë do më blesh. Kështu që prandaj dhe nuk ja kam dhënë, dhe po mendoj t'ja jap në 10 orë. Besoj se ka mjaftueshëm për momentin. Jo mjaftueshëm, po shumë. Ngel asaj që pastroj dhomën e fëmijëve, hedh nga 2 thas me lodra poshtë. Lodra të thyera, nuk e keni iden. Unë ngritja sonat tek fustani, kujdes të vritesh. Ky fëmijë është shumë i lëvizshëm. Do me thënë, kapi për fustani mua dhe unë çuar në këmbë, vetëm që të mirte lodrën. Është shumë kurioz, do vetëm lodrat e ajlës, nuk i ka fare qef lodrat e tia. Edhe, po, ja, tani do luaj me ato, e gjeti. Kështu, këto ishin dhe të temus, tani unë do të provoj këtë fundin që ta shikojmë bashkë dhe pastaj do i gatuaj Jasonas që të haj dhe ai mëngjesit, dhe pastaj të pastroj balkonin, nuk e di çfarë do bëj se nga që kam dhe djalin tani jam pak e kufizuar, por të shikojmë, do mendojmë, ka punë plot shtëpia. Kështu që po provoj. Në fund jeta një vend që të tregoj. Është tani që e vesha edhe barku im nga që më pet shumë nga kafja, nejse, mos e shifni këtë pjesën këtu. Tani që e vesha më pëlqen, sepse në fakt kur e preka me dorë nuk është se më tërhoqi shumë, por që nuk është që keq. Është goxha i mirë, është dhe i lehtë, edhe i lishëm, do me thënë nuk të bezdis. Edhe po, më pëlqen ka. Është goxha i lezetshëm. Ju thash për barkun, duhet ishte kështu në fakt, por s'ka problem. Do ta rregulloj me barkun. Shumë i mirë, vjen deri këtu tek kërci këmbës, po më pëlqen. Mirëmëngjesi nga dita tjetër e vlogut. Kam ardhur në shtëpi, isha çova ajlën në kopësht,
është ditë e pazarit sot dhe shkova bleva disa gjëra dhe pastaj pak tek Lidli, pastaj mora dhe një post edhe kështu na kaloi ndonjë orë gjysmë 2 orë. Erdha vendosa Jansona në gjumë, mezi po e zë gjumi nuk e di se çfarë ka, edhe natën nuk është se ka fjetur shumë edhe jam me shumë pak orë në gjumë, mund të them dhe me 1 orë, diçka e tillë. Nejse, në pazar morëm rrush, lakrat e egra sepse këto të pazarit i habori, mua nuk më pëlqejnë këto, por ai konsumon shumë. Brokoli, si gjithmonë shumë banane. Këtu janë domate qeshi, sepse domatet e tjera ne nuk fare konsumojmë, kështu që marrim këto. Edhe kunguj, edhe të fundit moll, dardh edhe vezët që s'po ma tregoj. Të tjerat i kishim nga radha e parë, kaq na nevojiteshim për këtë javë. Në pazar ka dhe të përdorura, unë kam thënë gjithmonë, kisha shumë kohë pa vajtur, gati 10 muaj, sepse Jasona i vogël edhe më zhgrindur zakonisht kur vija në pazar. Pastaj filloi vapa dhe nuk kam vajtur, se ku të çoj djalin në temperaturë të lartë. Kështu që tani që është rritur pak dhe qëndron, që i ikën me burrin para dhe nuk rri aty me mua. Kështu që gjeta disa gjëra, jo tek të përdorurat që vete gjithmonë. Atje në fakt radhën e parë, javën e parë vajta dhe gjeta një fustan mango për tani në vjesht. E kam gjetur vetëm 3 euro me etiket dhe është fantastik, shumë i bukur. Po do kem bërë një foto këtu që e kam provuar, do va tregoj, se kështu nuk e kam veshur që të kem darë, se s'kemi vajtur në një vend që ta vesh. Por është fantastik, ja vlen. Tani do t'ju tregoj gjërat që kam bler këtë javë. Kam marrë xhup jeans të shkurtër. Unë i kam shumë qejf këto, edhe vet i kam. Nuk është se nuk kam, po e kam shumë të gjatë edhe oversize. Kam një të zi dhe një gjyrë jeans. Kështu që dhe vjetë kërkoja për një të tillë, një model më të shkurtër dhe gjeta jo një, po 2. Janë ngjyra të ndryshme dhe me qenë se ishim me 5 euro, thash ti mirja, sepse kam goxha jeanse dhe këto kombinohen, edhe besoj se jeansit nuk i ikën kur moda. Kështu që prandaj duhen. I pari është ky, jasi më rri, është fantastik dhe kam marrë duket masa medium, shumë i bukur, më pëlqen. Edhe i shkurtër ai sa e dua, sepse deri këtu e kam një, më thash. Më pëlqen e zakonisht shumë. Ta heq tani bollën vajta, sepse do ta laj. Ky është i Bershkës dhe ishte masa medium. Shumë mirë. Tjetër, këtë nuk e kuptoj i kujt është. Prit të shikoj mirë. Mund të jetë H&M-it, nuk e di. Nuk e ka këtu. Gjithsesi, është një ngjyrë më e hapur, edhe ky është 34, masa 34 dhe duhet jetë pak më i vogël se ai. Të shohim po më bën edhe ky dhe që nga fantastik. Ja si është dhe ky. Mendoj se numri 34 më rri pak më mirë. Po s'ka gjë, edhe shumë mos si oversize unë i vesh, nuk kam problem. Këto. Tani në pazare, në për dyqane, kanë filluar edhe bëjnë me shumë ofertë xhirat e verës, çfarë kanë ngelur që të hapin këto të dimrit dhe këto rrobat me të gjata në përgjithësi. Kështu që gjeta një balerina me 5 euro tek një zotëri.
Ja si janë. Më pëlqyen, nuk i kam provuar, të shë vërteta, sepse nuk isha kohë se më iku burri me jasonën edhe nuk po i shija, kështu që nuk i provova fare, mora numrin tim edhe erdha. Ç'është e vërteta, unë para ca kohësh vajta tek një dyqan dhe bleva 2 balerina edhe i kam marrë me 15 euro me ofertë palën. Kështu që 5 euro po ja vlejnë, sepse nuk ka ndonjë ndryshim nga ato që kam marrë. Njësoj janë, më duket edhe emrin këtu, njësoj e kanë. Këto do t'i provoj dhe do t'ua tregoj. E pastaj të hapim pakon e vintit, sepse mezi po e prezvemon atë. Janë shumë, po shumë të bukura, edhe goxha të rehatshme. Mua më rrin fik sepse numri im është dhe po, ja si duken. Shumë të mira. Më pëlqejnë edhe këto, sinqerisht në këmbë nuk kanë asnjë ndryshim me ato të tjerat që kam bler, biles ato mua më vranë edhe nga mbrapa, ndërsa këto jo, deri tani që po i mbaj, nuk po shoh asnjë problem. Por gjithsesi s'ka problem, se do visha ndonjëherë balerina nuk e kisha menduar, i kam patur rinat që duket klasë të 9 kam patur një palë, edhe më pastaj thosha nuk do t'i vesh mas jenë jetën time. Por është mirë ajo shpreha kur thon kur mos thuaj kur, se ja, i vesha. I bleva, jo një po 3 palë kam bler për kombinime, për të gjitha, edhe po i vesh. Fillimisht se si më duket këmba, sikur është shumë e madhe kështu, por pastaj mësohem me to. Tani të hapim edhe qesen e vintit, dhe ajo më ka ngelur besoj, edhe pastaj të filloj t'i sistemoj këto gjërat sepse u bë shumë rëmuj këtu. Në vintit gjeta një palë gjinse, nuk e mbaj mend, Calvin Klein, edhe ishin shumë lirë. Ajo goca thoshte që i kam veshur vetëm 2 herë dhe jo më, kështu që të shohim. Ja do ta hapim bashk pakon, por të marrim një thik. Nuk kanë fund qeset, i kam hequr 1, 2, 3, akoma qese. Nuk e di pse i ka futur kaq shumë, apo është thes nga ata të koshave, nuk e di. Por gjithsesi i ka blinduar mirë. Më në fund i hapa të Calvin Klein janë, ja si janë, kanë këtë ngjyrën pak të hapur, këtu duken që nuk janë shumë të veshura, këtu. Tani të shohim, më bëjnë apo jo, ishin shumë të lira, vinë nga Rumania, me sa zove, edhe do t'i provoj që t'i shikojmë bashk, por po më pëlqejnë, kështu si jeans. Po këto që kanë me shtrat të ullët, jo me shtrat deri këtu si që dua unë. Më falni për barkun, po e kam të shkurtër pak të bluzën. Kështu janë të mira. Por kanë diçka, kanë një shenjë këtu, të bardhë, nuk e di po do u iki, edhe ajo nuk thoshte gjë për ato. Kështu, okej. Unë me kaq shtrat nuk para i preferoj, unë kam edhe 2 palë të tjera, kam një të Valentino, por nuk e se më duket vetja shumë e shëndoshme këto, se kam pak bark edhe nuk më japin një kështu siguri. Por gjithsesi nuk e di. Mendoj se do t'i mbaj, nuk do t'i kthej. Por të shohim, do t'ju them ndoshta në vlogun tjetër qofse ikën ajo njolla, sepse do t'i laj tani. Po u tham, nuk e di, do t'va tregoj. Kështu, tani unë do iki të laj duart, të fut këto rrobat për të larë,
sepse po më ha trupi nga gjithë këto. Edhe pastaj do merrem dhe me këto punët këtu. Edhe do filloj të bëj drekën.